Jemi tek video 2, do të zgjedh 2 nga shërbimet që ofron Albania dhe do të bëjmë së bashku aplikimin deri në fund për ta kuptuar se si bëhet. Një nga shërbimet më të kërkuara që ne përdorim në Albania është pikërisht certifikata personale. Certifikata personale do të bëjmë një aplikim se si të nxjerrim një certifikat personale ose familjare. Shkruajmë fjalën certifikat dhe në këtë moment na dalin të gjitha llojet e certifikimeve dhe certifikatave. Ne zgjedhim të parën, certifikat personale për përdorim brenda vendit ose nga autoritetet e huaja. E klikojmë. Më pas klikojmë tek pjesa përdor. Të thotë e rëndësishme të dhënat e përdoruesve shfaqen automatikisht në databasin e gjendjes civile dhe adrestarit, të cilët administrohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Në këtë rast, Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara. Aplikim për veten, aplikim për anëtar të familjes. Kjo është certifikata ime personale, të dhënat e mia. Shkarko dokumentin e vulosur, në gjuhë të huaj. Pra janë 2 mundësi. Presim sa të hapet. Ky është një dokument, certifikat personale, e cila mund ta përdorësh lirisht kudo sepse ka vulë elektronike dhe është krejt okay. Tani do largohemi nga certifikata dhe do futemi tek shërbimi punë. Tek shërbimi punë do të mësojmë si të marrim një vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë. Pra ne mund të marrim një vërtetim gjithmonë që na duhet në institucione të ndryshme ta përdorim në momente që duam të bëjmë kurse profesionale pa pagesë apo të marrim ndihmë ekonomike etj. E keni të shkruar, mund ta lexoni se si mund të aplikoni. Koha nevojshme e marrjes së shërbimit është 3 ditë. Periudha vlefshmërisë është 30 ditë. Kosto është pa pagesë, pra ti në momentin që aplikon, ti do presësh 3 ditë të vi tek hapësira ime, aty ku ishin dokumentat e mia, aty të vjen edhe vërtetimi. Përdor, tani kemi mundësinë të bëjmë një aplikim të ri apo të kërkojmë, të gjurmojmë një aplikim që kemi bërë më përpara. Ne tani në këtë moment do të përdorim një aplikim të ri. Kërkesë për lëshim vërtetimi i punëkërkues dhe i papunë. Do vendosim emër mbi emër, tek pjesa unë nënshkruari, numrin ton personal që ndodhet te karta e identitetit, kryej një kërkesë drejtuar zyrës dhe kërkesën që ne kemi, pra dua një vërtetim për si punëkërkues i papunë. Për lëshim vërtetim si punëkërkues i papunë, ti do vendosësh për çfarë don dhe datën e paraqitjes së kërkesës. Pra kaq thjesht bëhet dhe vërtetimi.